A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emër të Zotit, mëshirues, mëshirbërës, paqja, mirësia, begatia e krijuesit të gjithësisë, qoftë mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë njerëzit dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Sot, agimi i Fitër Bajramit na gjen me zemrat e mbushura me dritën e besimit dhe me shpresën se sakrifica jon është pranuar nga Krijuesi ynë, inshallah taala. Ramazani që lam pas nuk ishte vetëm një muaj adhurimi, por një shkollë e përkushtimit, e durimit dhe e reflektimit mbi qenien tonë. Ne kemi qëndruar larg epsheve, kënaqësive për të fituar vetëpërmbajtje. Kemi qëndruar pranë Zotit për të gjetur qetësinë. Kemi hapur duart për të dhënë, që zemrat tona të mos ngurtësohen nga indiferenca. Dhe sot, me këtë festë të bekuar, vjen edhe pyetja e madhe: çfarë do të bëjmë tani? A do të mbetet Ramazani një kujtim apo një udhërrëfyes për vitin që kemi përpara? Allahu i madhëruar na thot në Kur'anin famulart: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe që të plotësoni numrin e agjërimit dhe që ta madhëroni Allahun për atë që ju ka udhëzuar dhe që të falenderoni atë. Të dashur vëllezër dhe motra, sot ky falenderim duhet të jetë më shumë se fjalë, ai duhet të reflektohet në mënyrën si të ndërtojmë jetën tonë, si të ndërveprojmë me shoqërinë, si mbrojmë të vërtetën dhe si qëndrojmë përballë sfidave të kohës. Ne jetojmë në një epokë ku vlerat e familjes po lëkunden, ku e vërteta shpesh humbet në zhurmën e propagandës dhe ku njeriu matet me atë që ka e jo me atë që është. Përballë kësaj, feja islame nuk na mëson të tërhiqemi, por të qëndrojmë me dinjitet. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qofshin mbi të, na thot: më i miri prej jush është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Kjo do të thot se sot, më shumë se kurrë, kemi nevojë për njerëz me karakter, për besimtar që jo vetëm luten, por edhe ndërtojnë, që jo vetëm kërkojnë, por edhe japin, që nuk ndrydhen nga frika, por që ndrojnë në këmbë me të vërtetën. Të dashur vëllezër dhe motra, sot në këtë ditë të bekuar të Fitër Bajramit, në një kohë kur ndarjet mes njerëzve shtohen dhe urrëtia gjen streh në zemrat e dobta, Bajrami na kujton unitetin, mëshirën dhe drejtësinë. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por një mesazh. Ne jemi një kombë, ne jemi një familje dhe një familje nuk e braktisë njëri tjetrin. Një familje nuk e braktisë njëri tjetrin. Sadakaja, zekati, bamirësitë të tjera që i kemi dhënë para Bajramit është më shumë se një ndihmë për të varfrit. Ato janë një dëshmi e vërtet e barazisë, një rikujtim se pasuria nuk është pronësi absolute e askujt, por një amanet nga Zoti i gjithësisë. Në një botë ku pasuria është grumbulluar në duart e pak njerëzve, ndërsa shumë të tjerë vuajnë për bukën e gojës, Islami na mëson se fuqia e vërtet nuk qëndron në atë që mbledhim,
por në atë që shpërndajmë. Nëse duam një shoqëri më të drejtë, duhet të fillojmë me drejtësinë në vetvete. Nëse duam një shoqëri më të mëshirshme, duhet të ushtrojmë dhemshurinë, mëshirën mbi njëri tjetrin. Profeti ynë i dashur Muhamedi alayhi salatu vesselam ka thënë: nuk është besimtar i vërtet, i plot, ai që fle i ngopur ndërkohë që fqini i tij është i uritur. Wallahi, la yu'minu man bata wa huwa shab'anun wa jaruhu ja'i'. Sadaka Rasulullah fima qal au kema qal. Vëllezër dhe motra, kjo ditë Bajrami është një urë midis asaj që kemi mësuar në Ramazan dhe asaj që do të bëjmë pas tij. A do të vazhdojmë të jemi të drejtë? A do të vazhdojmë të jemi të mëshirshëm? A do të vazhdojmë të qëndrojmë në rrugën e Zotit, në rrugën e paqes, në rrugën e mirësisë me çdo njeri, edhe kur ajo rrugë nuk është e lehtë? Sot, teksa përqafojmë njëri tjetrin dhe urojmë për festën, le të mos harrojmë se çdo përqafim është një betim për vllazërinë tonë njerëzore, për vllazërinë tonë kombëtare. Çdo lutje është një premtim për përkushtim dhe çdo buzëqeshje është një reflektim i dritës së besimit. Të dashur vëllezër dhe motra, edhe një herë lusim Zotin e madhëruar, të plot fuqishëm, të gjithdijshëm, që ta ketë pranuar agjërimin dhe adhurimet tona, të na jap forcë për të përballuar sfidat e kësaj jete dhe të na bëj pishtar të së mirës në një botë që ka kaq shumë nevojë për dritën hyjnore, për dritën e Zotit, për rrugën e Zotit dhe mëshirën e Tij. Të dashur vëllezër dhe motra, sot midis nesh kemi një mik shumë të shquar që ka ardhur në Shqipëri. Tani kam nderin të ftoj për fjalën e tij, njërin prej figurave më të shquara të mbar botës islame. Ai vjen nga Mekka e Begat, duke mbartur prej saj aromën e mirësisë dhe dashurisë për ta përhapur kudo që shkon. Le t'i urojmë së bashku mirëseardhjen dietarit të shquar, shkëlqësisë së tij doktor Muhammed Abdul Kerim El Isa, sekretar i përgjithshëm i Ligës Botërore Islame Rabita dhe një herazi, kryetar i autoritetit të dietarëve islam. Një nga figurat më të rëndësishme të botës islame, i cili gjithë mundin dhe kohën e tij ja ka kushtuar ndërtimit të urave të komunikimit midis shkollave juridike islame nga njëra anë dhe midis popujve komsive si dhe grupeve të ndryshme, komuniteteve fetare dhe etnike nga ana tjetër, që ka një kontribut të madh në fushën e dialogut, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës ndërnjerëzore dhe ndërfjetare. Duke ndjekur kështu gjurmët e zotërisë së tij, zotërisë dhe të dashurit ton, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju mirëpres shkëlqësi në mesin e popullit dhe dashamirësve tuaj në Republikën e Shqipërisë. Wal'an ila kalimatin yulqiha alayna alamun min a'lam al-umma al-qadim min Makkah al-Mukarrama yahmilu minha abaka al-khayr wal-mahabba liyanthurahu fi kulli makanin yahullu bihi. أهلا وسهلا بالعالم العلامة الجليل معالي الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة العلماء المسلمين، أحد أهم الشخصيات الإسلامية العالمية الذي
بذل جهده ووقته كله ساعياً إلى مد الجسور بين المذاهب الإسلامية من جهة، وبين الشعوب والقوميات ومختلف الطوائف الدينية والعرقية من جهة أخرى في مجال الحوار والتسامح بين الأديان، ليقتفي بذلك سيده وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرحب يا صاحب المعالي بين أهلكم وأحبابكم في جمهورية ألبانيا، فلتتفضلوا مشكورا لكلمتكم.